Banorët e Tropojës dhe Hasit zhvilluan protestën e tretë me radhë këtë të hënë për rrugën e amortizuar Kam-Qafprush, që është rreth 20 kilometra e gjatë dhe që lidh 20 fshatrat me aksin nacional Krum-Qafprush-Gjakov. Protestuesit kërkuan me ngulm rekonstruksionin e kësaj rruge dhe një zgjidhje të menjëhershme për këtë problem që ka prekur jetën e përditshme të banorëve të Tropojës dhe Hasit. Bashkia Tropoj ka bën rishikimin e projektit, ka bën letrat, janë çuar në fondin e zhvillimit shqiptar dhe kërkohet donator. Takim që kemë bërë kryeministrin e Shqipërisë të Leama në Baratur, na ka premtuar vetë personalisht ai në përpestinë e Reshbeberi, na ka premtuar që do vija bën rrugën. Provimit na ka thonë që gjë s'kan bën, na nuk jem, ne na kanë përshkutuar, na kanë masakruar më shumë. Të na çeveri që kanë ardhur sot për çdo rrugë. Rruga bën 39, asnjë punë s'është bërë, asnjë investim s'është bërë. Për rrugë kemë që hollë tje, pa ato që të gjë. Ne kemë sot për çdo rrugë. Premtimet kota të nënt. Unë na sam, s'kem më të gjatë, kem rrugë, kem hall, jem popull me shumë bujtë, me shumë probleme. Nuk e ka gjë në rrugë zgjidhje, i drejtohem kryeministit të Shqipërisë e gjithë partive politike, kur ka ndodhur diçka me na gjet një donator, një diçka me na bën këtë rrugë se marruam. Jep marruam totalisht. Ndërkohë, ata paranormuan protestë tjetër të radhës të njëjtën e kësaj jave para Bashkisë Tropoj.